bashkëkryetari i bashkisë Librasht. Unë do falenderoja shumë për angazhimin dhe mbështetjen që keni dhënë ndaj këtij komuniteti këtu. Unë jam banor i këtij komuniteti. Kam familjen time këtu, rritur me vite këtu. Dhe kjo padrejtësi që po ndodh në njësinë vendore hotelisht, absolutisht që banorët kanë shumë të drejtë. Arsyeja është sepse asnjë lloj përgjigje nuk kanë marrë nga institucionet e ndryshme që kanë të drejtë të vinë këtu dhe të ballafaqohemi me banorët, dhe të japin një përgjigje. Ne kemi kërkuar thjetëm ndryshim projekti. Që ky projekt janë totalisht në kundërshtim me gjithë komunitetin këtu dhe këta kanë shumë të drejtë, sepse u prishet familje, u prishet ardhmë, u prishet gjithë infrastruktura që kanë vite tëra që janë që banojnë këtë qytet. Me këtë zorë. Problemi që ndonë. Ne kërkojmë që të ndryshojmë projektin. Varianti A dhe varianti B dhe varianti C. Varianti A është prishje e lagjes, ne kemi kërkojmë tunelin, kemi edhe buzën e lumit, e cila është vazhdimsi. Nuk kemi kundra zhvillimit të zonës dhe të bëhet pengojës rrugën, por jemi kundra që absolutisht nuk vjen një kush të jap një përgjigje këtyre banorëve. Duke pasur 4 muaj në gjithë njerëzit jetojnë në ankth, gjithë familjet jetojnë në ankth, edhe çunat dhe gocat që janë jashtë shtetit vinë këtu dhe të përjetojnë anktin e familjeve, dhe këtu nuk është politike, kjo është gjë jetike, që do të thotë njerëzit nuk ka ku përplasen dhe ku ka ku të shkojnë, nuk kanë derë ku trokasin. Njësitë vendore që janë këtu absolutisht nuk marrin pjesë, të japin një përgjigje të komunitetit. Kështu që ne në vazhdim dhe jemi pranë të këtyre njerëzve, edhe ju falenderoj shumë që jeni angazhuar për të dhënë sensibilitetin tuaj për të pasur parasysh sepse vujtjet e shpirtërore këtyre njerëzve absolutisht nuk kanë një derë që trokasin dhe të zgjidhin problemin e këtyre. As vlerësim, as të do bëhet projekt, as të do ndrohet projekt, po thjesht ka ndalu fadromat të presin të marrin zgjedhjet. Çfarë kuptimi ka kjo? Kurse kjo nuk është politike. Edhe një herë po them, nuk është politike, është gjë jetike që ky komunitet duhet të jetojë këtu aty në trojet e tij ku ka qenë prej vitesh e prej vitesh. Ju falenderoj shumë. Posta te? Vidi, je futa ti kafe.